Shikues të nderuar, përshëndetje, jemi sot me gjurmët për të diskutuar mbi protestat sindikale të iniciuara nga Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë, që së fundmi kanë shprehur pakënaqësitë për të gjithë punëtorët dhe sidomos për rrogën minimale që tentojnë që të bëhet 600 euro. Mirë po, këto pakënaqësi nuk është se janë dëgjuar, sidomos gjatë periudhave të fundit ku punëtorët janë ngritur në protesta, mirë po prap nga qeveria nuk është se kemi më shumë informacione se si do të realizohet kjo rrjedhë e këtij procesi dhe a do të rritet paga minimale. Për të diskutuar sot për këtë temë dhe për gjendjen ekonomike të Maqedonisë së Veriut, kemi të ftuar Faton Halilin, analist. Mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi të jem në Asat. Ta nisim me gjendjen ekonomike në Maqedoninë e Veriut, a do të jetë ekonomikisht e përballueshme për Maqedoninë një rritje e tillë pagës në 600 euro? Para se të filloj me këtë fenomenin e fundit, ta elaboroj këtë situatë mjaft të ndalikuar që po zhvillohet në vend, do të kisha dashur të bëj një rezume se si kemi ardhur deri te kjo situatë jo e lakmueshme për gjithë opinionin. Më lejoni të theksoj se Maqedonia e Veriut për gjatë vitit 2019, 2020, 2021 kaloi një sfidë shumë të rëndë. Ai ishte koha e pandemisë. Dhe disi edhe shteti dhe qeveria apo edhe qytetarët ishin të prekupuar me shëndetin e tyre. Dhe ajo klima biznesore në vend rreth zhvillimit të biznesit, rreth zhvillimit në përgjithësi të gjitha sferave shoqërore, ekonomike, ishte disi e lënë anash. Shto faktin e dytë, një goditje tepër të rëndë që Maqedonia e Veriut e mori, ishte ajo edhe me invazionin ose luftën që po zhvillohet sot e kësaj dite mes Rusisë dhe Ukrainës. Këto dy faktorë ekonominë e brishtë të Maqedonisë së Veriut dhe gjithë sistemin ton e çorientoi. Dhe këto pasoja tash po vinë pa, po dalin në pa. Maqedonia e Veriut mbas statistikave, mbas të dhënave buxhetore që qeveria, Ministria e Financave bashkërisht me Ministrinë e Ekonomisë që i publikon thuajse çdo vit, mund ta përballojë rritjen e pagave në 600 euro. Po për t'ja bërë më të qartë opinionin se çka është duke ndodhur në këtë lojë që po e luajnë mjaft mirë, janë tre aktorë kryesor, tre personazhe. Njëra është sindikata ose të punësuarit, qoftë nëpër institucione, qoftë nëpër sektorin privat, që me të drejtë po kërkojnë dinjitet pikë së pari. Pastaj shumën e dhënë prej 600 eurove. Aktori i dytë është biznesi, apo thënë më ndryshe ata punëdhënësit, që me të drejtën e tyre nuk mund ta përballojnë deri me një farë pike këtë rritje të përnjëhershme, prej 400 deri në 600 euro. Dhe i treti, jo për më pak nga rëndësia, është shteti, është qeveria, që zakonisht në kësi raste mundohet ta arbitrojë këtë lojë që po zhvillohet. Duhet në mënyrë sa më të drejtë, në mënyrë sa më të mirë ti balancoj këto dy raporte mes të punësuarve dhe punëdhënësve. Po vetëm këtë detyrë nuk është duke kryer me sukses. Jo vetëm kjo qeveri për këto 2 vite që është në ballë të detyrës, po asnjëra qeveri prej vitit 91 që prej kur u themelua si shtet kjo republikë, e deri më sot asnjëherë nuk kemi pa struktura konkrete të mirëfillta, mirë të reformuara, me modele të qarta ekonomike se si duhet të qasit këtyre problemeve. Maqedonia e Veriut është e zënë me politika ditore të individëve të caktuar se sa me hallin dhe brenga të qytetarëve. Edhe një herë për ritheksoj, qytetarët të punësuarit, qoftë në sektorin publik, qoftë në sektorin privat, po kërkojnë dinjitet. Me rritjen e rrogës minimale në 600 euro, sado pak lehtësohet mbijetesa e tyre. Prap nuk është e bollshme, prap nuk është e mjaftueshme, po thënë në një farë forme disi i arrin ato standardet deri diku të parapëlqyeshme të Bashkimit Evropian. Bizneset bashkërisht me qeverinë, me shtetin këtë rast, tërkohën proklamojnë ide se si duhet të punohet me standarde evropiane, ndërsa rrogat, pagat i kemi me standard të Bangladeshit. Është një disproporcion shumë i thellë, një ndek shumë i thellë i krijuar ndër vite sa duhet një angazhim shumë i fortë, shumë i madh i profesorëve më eminent që kemi, bashkërisht me institucionet tona relevante, pse jo të kërkojmë edhe ndihma
qoftë financiare, qoftë ideore nga partnerët tanë strategjik për të dalë nga kjo humner që është krijuar. Është shumë e rëndë, shumë e vështirë. Unë nuk dua të ikë pesimist, por nuk shoh atë dritën në fund të tunelit. Kjo situatë do të vazhdojë të përkeçohet muajve në vijim si të viteve, nëse nuk mirën masa paraprake sa më të shpejta. Dhe në anën tjetër kemi koston e jetesës që është e papërballueshme për qytetarët, qoftë edhe nëse paga minimale do të ishte 600 euro, e kemi parë me statistikat që janë dhënë, është një kost shumë e lartë e jetesës, ndërsa në anën tjetër pagat janë shumë të ulta. Cilët sektor do ta ndjenin më fort këtë rritje dhe pse pikërisht ato, nëse kjo rritje do të realizohej? Nëse kjo rritje realizohet, e kam fjalën me një rritje të menjëhershme prej 400 euro rroga minimale në 600 euro, të gjitha sektorët do ta ndjejnë. Bufalisht gjithë sektorët, po ka disa sektorë në veçanti që ndoshta do të vijë në diskutim ekzistenca e tyre në treg, shuarja në afat gjate, apo edhe ndoshta mbijetesa sadopak për ndonjë kohë pak më të mirë. Sektoret kyçe që do ta ndjejnë pak a shumë këtë rritje janë sektoret e bizneseve familjare, të vetë punësuar, ndryshe siç njihen në termin ekonomik, sektori i tekstilit, sektori ndërtimtarisë, si dhe sektorët tjera të shërbimeve minimaliste që ofrojnë në treg. Këto janë ato sektore që ndoshta e kanë shumë vështirë ta përballojnë këtë rritje të menjëhershme dhe sigurisht nëse shteti nuk merr masa adekuate për t'ia lehtësuar barrën e tyre, sidomos në aspektin e kontributdhënies mujore që e kanë për një të punësuar, atëherë besoj se ato biznese nuk më do të mund të ekzistojnë. Kjo dërgon me pasoja shumë të mëdha, pasi që do të rezultojë me ikje masive, ende më masive të rinjve, braktisje të vendeve momentale të vendeve të punës, si dhe mos organizimi i duhur i skemave strukturore financiare në shtet. Është e vështirë për t'i dhënë një përkufizim të saktë, duhet analiza shumë më të thella, shumë më studimore për ta pa pak a shumë se cilat sektore do të preken, cilat sektore do të mund të mbijetojnë. A ekziston rreziku që ndoshta rritja e rrogës minimale do të çojë në largime nga puna ose në rritje të ekonomisë informale? Po, nëse punëdhënësit, qëtësisht firmat, kompanitë ekzistuese në treg, nuk tregojnë mirë kuptim me situatën aktuale, besoj se shumë lehtë do të mund të gjendemi me një situatë ku shteti brenda natës do të vijë në kolaps tërësishëm ekonomik. Këtë që po e them nuk është ëndër, nuk është një gjë ndoshta imagjinative, ka shtete shumë më zhvilluara se ne që i kanë kaluar nëpër këto etapa. E kemi rastin e Greqisë viteve të mëhershme kur ka kolapsuar tërësisht ekonomia e saj. Në krizë totale dhe sot ende kësaj dite nuk mund ta rikuperoj veten, ta rigjeneroj ato të humbura financiare që i ka arrit edhe populli, po edhe vetë shteti. Dhe absolutisht se po, sa i përket informalitetit që e potencuat, në aspektin e GDP-s, informaliteti zë vend prej 20 deri 25%. Shteti frigohet ta luftojë informalitetin. Nuk ka masa adekuate inspektoriative, ku ta diun institucione relevante që e lufton këtë dukuri mjaft negative. Dhe nëse këto paga rriten pa bashkëpunimin e punëdhënësve, kompanive në fjalë, atëherë informaliteti ende më shumë do të thellohet, sepse njerëzit të punësuarit nuk do ta marrin pagën përmes bankave, përmes gjyllokarive, por do ta marrin në të zezë. Dhe kjo automatikisht edhe shtetin e dëmton, sepse ato ndihmat sociale do të shtohen, ato kontributdhëniet nuk do të rikthehen në shtet, dhe unë çka po shoh me këtë heshtje totale të gjitha sektoreve financiare në shtet dhe qeverisë më le për të dëshiruar se ata kanë vullnet, kanë guxim për t'i prirë këtyre punëve, për t'i dhënë zgjidhje. Shteti po frigohet dhe disi po mundohet të manovroj me disa lojra për të fituar pojna politik, njëkohësisht edhe të sindikalistët,
që ta mbaj një tempo ndoshta të qetë, që të mos përshkallëzoj situata, si dhe njëkohësisht mos t'i hidheroj kompanitë. Duke pas parasysh se janë një aset mjaft i vlefshëm për shtetin dhe partitë politike kanë interesa të ndërsjellta. Një tjetër pikë tjetër pa kënaqësie tek lidhja e sindikatave të Maqedonisë ishte se rroga minimale tek neve nëse krahasohet me vendet e tjera të rajonit edhe pak më gjerë është relativisht shumë e ndryshme. Si krahasohet rroga minimale propozuar me vendet e rajonit dhe nivelin e produktivitetit që neve kemi në vendin tonë? Po aty qëndron realisht ndeku më i madh se nëse marrim vendet e rajonit, besoj se edhe Republika e Serbisë dhe Republika e Shqipërisë shumë larg kanë shkuar kundrejt Maqedonisë së Veriut. Po ta marrim parasysh se Maqedonia trashëgoi institucione mjaft shëndetshme prej ish Jugosllavisë, strukturë të gatshme të mbarvajtjes së punës, strukturës tërësishme të qeverisjes dhe kur të kthehet nga ana tjetër ta mirësh një Shqipëri e cila sapo doli nga komunizmi, e cila asgjë nuk ishte në favor të saj. Përkundrazi, ishte një vend i zhytur në borxhe, i zhytur në skamjet, në varfëri të skajshme dhe shiko ku ka mbërritur. Po ta marrim me Republikën e Kosovës, ka 15-17 vite që është krijuar si shtet funksional dhe prap po vazhdon me hapa të përshpejtuar drejt përmirësimit të standardit jetësor. Republika e Serbisë tash diskutohet, është 10 fish apo 20 fish më e fortë se Republika jonë. Dhe disi po ta marrim Republikën e Maqedonisë do të kisha qenë më i saktë dhe më konkret po ta krahasoj me një republikë të shteteve afrikane ose aziatike. Ato e kanë këtë standard jetësor. Shporta konsumatore këto 2 vitet e fundit, mbas të dhënave statistikore, rezulton se për një familje prej 4 anëtarëve duhen afërsisht 60 dhe 62.000 denar për ta mbuluar harxhimet e tyre brenda një muaji, ndërsa rroga minimale shkon deri në 400 euro. A ka mundësi dikush prej këtyre leadershipeve të partive politike që janë në ballë të proceseve shtetërore, si mundet ai t'ia del? Si mundet ai spari ta paguaj fakturën e rrymës elektrike? Kur fakturat e rrymës elektrike ne i kemi më të shtrenjta në rajon. Vetëm rroga të cilën e merr i duhet ta vërë në dispozicion për ta paguar fakturën e rrymës elektrike. E mos flas më për diçka sende tjera bazike për mbijetesë. Është shumë e vështirë, është shumë e rëndë për të sfeguar, po besoj se shteti duhet marrë masa sa më parë që këtyre proceseve t'i gjejë një zgjidhje. Këtu ishte edhe pika tjetër e pakënaqësisë tek sindikalistët që thonin se nëse krahasohen pagat e funksionerëve me pagat e qytetarëve të thjeshtë, ka një hendek shumë të madhe dhe ato nuk mund ndoshta as ta kuptojnë nivelin e një qytetari të thjeshtë. Percepcioni është krijuar ashtu se ka vite që qytetarët mendojnë, dhe realisht ashtu është, unë e mendoj këtë gjë, është fakt se pushtetarët tanë çdo ditë po pasurohen ndërsa qytetarët po varfërohen. Edhe kjo ne i shohim me luksën e tyre, i shohim me argjimet ditore që ata i bëjnë. Qoftë deputetët, qoftë ministrat, kabinetet e tyre bëjnë harxhime marramencë për institucione, për gjëra panevojshme. E dini ju se ushqimi në aspektin e konsumimit është më i lirë në byfete e parlamentit se sa tek mezet e studentëve. Po kjo është tragjedi. Po ku gjinden ata? Po nga një anë nuk kanë faj ata, se qytetarët edhe shqiptarë, po sidomos ata Maqedonas po e ishten, edhe po e legjitimojnë këtë politikë. Pasojat do të vinë, besoj se do të bjese shumë vonë, po ne qytetarët në fund do i ndjejmë ato anomali. Pse bizneset edhe odat ekonomike janë kaq të shqetësuara për këtë rritje të mundshme të pagës minimale? Edhe në fillim të emisionit, edhe tash do mundohem të jem sa më racional edhe sa më asnjënës, duke marrë parasysh se edhe vetë jam sipërmarrës, po mundohem pak a shumë të mbaj anën e sindikalistëve apo të punëtorëve. Po shqetësimin që e kanë odat ekonomike gjithsesi kompanitë është i drejtë, është me vend.
sepse ata nuk po shohin një plan tranzitor se si ta ka përcejnë këtë situatë. Nuk shohin lehtësime të çështjeve fiskale të shtetit që duhet t'ia mundsoj për ta rrit produktivitetin në për kompanitë e tyre, pse jo edhe punëtorët në rritje në sa më të madh të punësuarve dhe rritje të pagave njëkohësisht. Disi po ndihen të vetmuar dhe po mendojnë se shteti po mundohet që me skema sociale në kurriz të odave ekonomike të kompanive të bëj mirë deri tek punëtorët. Dhe jo dhe rastisht e përmena këtë binom punëtor, kompani dhe shteti që gjendet në mes që mundohet pak a shumë t'i balancoj situatat. Gjatë takimeve të ndryshme që kam pasur me kompani mjaft eminente këtu tek ne në Maqedoni, i kam parashtruar pyetjen se pse nuk po parapërgatiten para se shteti ta miratoj rrogën minimale. Ata vetë marrin iniciativat që rrogën minimale, pagën minimale ta afrojnë sot pak me standardet evropiane. Dhe e dini se është përgjigjja e tyre. Në qoftë se shteti merr masa adekuate për uljen e kontributit të një punëtori, atëherë ne absolutisht se jemi të hapur në këtë drejtim. Në qoftë se rroga minimale rritet në 600 euro, punëdhënësi është i obliguar të paguaj kontribut dhënje në shtet prej një shifër në 320 deri në 350 euro. Realisht rroga bruto e atij punëtori është 950 euro. Por ne ato që i përfundon në xhepin e tij në fund të muajit është 600 euro. Dhe nëse marrim këtë shifër prej 950 eurove për një punëtor, është goxha shumë e madhe që duhet ta përballoj punëdhënësi. E para, e dyta e punës, tek ajo shifër 350 euro që i jipen kontribute, aty janë të parapare kontributet pensional. Është i parapare kontributet tek fondi shëndetësor, edhe disa tatime tjera shtesë, tatime në fitim e tatime tjera që shteti i ka parapar. Shumica e punëtorëve e dini se si më kanë ballafaquar me një ide. Nuk duam të regjistrohemi në fondin pensional. Nuk duam ta marrim rrogën nëpërmjet bankës xhullëkarisë. Për dy punë. E para punë është se na ndalohet ndihma sociale. Shumica e të punësuarve e kryen një punë, qoftë në sektorin e ndërtimtarisë, qoftë në sektorin e tekstilit, e ku ta diun shërbimeve, por nuk janë të regjistruar në atë vend pune. Në shtet figurojnë se janë të papunë. Njëkohësisht marrin paga, po nuk pranojnë ta ndalojnë atë ndihmë sociale. Dhe e dyta, shumë e vlefshme dhe argumentuese është se ne dimë se çfarë sistemi shëndetësor të brisht kemi. Ka individ, ka njerëz që ndoshta kanë paguar për fonde shëndetësor 10 vite, 15 vite, kontribut dhënë dhe asnjëherë nuk i kanë shfrytzuar ato të mira. Dhe parashtrohet pyetja pse unë duhet të jap mund ndjersën time, sakrificën time për një të mirë që unë nuk e kam të nevojshme për momentin. Dhe duke pas parasysh se ai fondi shëndetësor me gjithë ato mjete të grumbulluara ndër vite nga gjithë ato taksat tona i ka keq përdorur. Po prap Lisa, edhe nëse ne jemi të samur, nëse kërkojmë ndonjë ndihmë shëndetësore tek mjekët tanë, ne e dimë se disa prej tyre, jo të gjithë, janë të korruptuar. Prap ne duhet t'i japim atyre mjete. Ka që paguan të për sigurimin shëndetësor. Për ta afruar një shërbim thjesht shëndetësor, mos flas për ndonjë operacion paksa më ndërlikuar. Duhet të presësh edhe në kohë, por duhet edhe të përgatitesh mjete të bollshme financiare se nuk e di ato dyrë nga do të shojnë. Dhe kur ti marrësh këto mendime të punëtorëve, hallin e punëdhënësve, që disa punëtorë nuk pranojnë të futen në skemën strukturore të shtetit, dhe nga ana tjetër shteti që nuk ka arritur të menaxhojë mirë këto financa, këto mjete, vim në konkluzion, vim në përfundim se kolapsi të merë ekonomik është më i pranishëm se kur. Ka shumë fenomene, ka shumë dukuri,
negative që ndoshta do duhej ditë e natë nga profesor shumë eminent, shumë të shquar, për t'i radhitur një nga një këto anomali dhe për të ndalë me ndonjë konkluzion pak më të saktë. Do të thënë në këtë pikë ku jemi, bizneset nuk është se kanë realisht alternativat të tjera për këtë rritje që mund të jetë, dhe nuk po e përdorin këtë vetëm si justifikim, se këtë e kanë mendu punëtorët deri më tani, që bizneset vetëm e përdorin si... Në vendin tonë ka biznese, ka kompani mjaft fitimprurse, sidomos në atë të industrisë së rëndë. Po ka edhe shumë biznese tjera, e përmenda pak më herët, që janë biznese vetë familjarë, që janë vetë punësuar në atë biznes. Qoftë me ndonjë kiosk të vogël, market të vogël, e ndonjë butik, e ndonjë kafeterie, ku të diun në përlagjet tona. Për ata është e papërballueshme kjo mos. Ndërsa ato biznese, ato kompani, që janë holding, mund të them, absolutisht se atyre duhet të bëhet trusni, që nga fitimi i tyre, paka shumë ta shpërndajnë edhe deri tek punëtorët dhe ta ngrisin atë standarde. Në qoftë se ata e marrin për detyrë këtë rritje të pakave, besoj se do të arrisë tek popullata ose tek punëtorët edhe atë nivelin e konkurrueshmërisë në treg për ta marrë më të mirën si kuadro. Ndoshta edhe kjo papunësi relativisht tash me këto statistikat e fundit që është me numra mjaft simbolike, do të mund ta zhdukim tërësisht se vendet e punës ka, mirë po ideja mes punëdhënësit dhe punëtorit për ta gjetur gjuhën e përbashkët, jo vetëm në aspektin e rrogës, pagës, po edhe në gjitha kushtet që i ofron klima biznesore tek ne, po më duket paksa jo relativisht e mirë për të diskutuar, për të rënë dakord me një fjalë dhe për të vazhduar përpara drejt Bashkimit Evropian. Ky disbalansi që po krijohet si pasojë atij balansit që mundohet qeveria ta mbajë mes sindikalistëve dhe punëdhënësve, vjen ndoshta edhe si pasojë asaj që e përmendë edhe më herët, që nuk u mundsohet lehtësime bizneseve kur vjen fjala në tatime ose në gjëra të tjera dhe detyrohen që të paguajnë shumë të mëdha që i dëmtojnë njëkohësisht bizneset kur dëshiron të bësh mirë punëtorëve. Nuk shteti, qeveria, lëret që nuk i ndihmon, po ka dhe biznese të shumta që edhe i pengon. Thënë më konkretisht, i sulmon politikisht. E dini se sa rënd është sot të gjesh një analist, qoftë politik, qoftë ekonomik, qoftë ku të diun se çfarë, që merr guxim dhe del dhe t'i thoj disa gjëra troç përballë gjithë secilit funksionar në këtë shtet, se ata din ta merren shumë keq. Kemi parë edhe rastet në të kaluarën, se si qeveritë e kaluara kanë arritur të shembin perandori të krijuara nga biznesmen të ndryshëm. Por çfarë arsye? Vetëm pse nuk ka shkuar në vijën e qeverisë apo politikës së një partije. Dhe ka edhe disa biznese që janë të favorizuar në këtë drejtim. Qeveria me ato biznese që ka kohë që operon në treg, bën dëm të dyfisht, se me ndihmën e disa bizneseve, ndërsa shumicën prej tyre që e penalizon, i vendon barriera në vend se ta lehtësoj, mundohet, faktikisht jo mundohet, po edhe bën dëm deri tek konkurrueshmëria që nuk ekziston më në treg. Atëherë kemi një treg jo fair. Ka disa biznese që gjenerojnë të ardhura maksimale, të mbështetura nga qeveria, me tendera, me ndihma financiare, me ku ta diun lehtësime në kontribut dhënie e shfrytëzim tërësishëm të kapitalit shtetëror, që prej privatizimit të vitit 91 e deri më sot, ku e dim se shqiptarët asnjëherë nuk kanë mundur ta vendojnë gishtin tek ato asete kapitale që i ka pasur shteti, e deri më sot. Do t'inglloj shumë keq, ndoshta nacionalist, po besoni këtë që e thash është më së vërtetë. Në qoftë se kjo gjendje faktike në terren flet se jemi në kolaps të tmerrshëm institucional në të gjitha drejtimet, nuk është fal shqiptarëve, është fal bashkë qytetarëve tanë.
që për 33-4 vite, 35 vite, ata e kanë pasur në dispozicion gjitha asetet e këtij shtetit. Ne shqiptarët sot e kësaj dite po mundohemi me zor të inkuadrohemi në këtë sistem të breshtë. Ndërsa ata në vend se të mirën me politika të sakta, të krijojnë modula të sakta të funksionimit, edhe të aspektit ekonomik, po edhe gjitha aspekteve tjera, ata janë zënë me politika ditore se ndoshta a do të flase fatoni nesër shqip në ndonjë institucion, a nuk do të flase. Kjo është ajo dëmshuria më e madhe. Se ne si shqiptar për gjatë 30 e sa viteve kemi pasur ndoshta 10 deri në 15% pushtet, edhe në atë lokale edhe në atë qendrore. Ndërsa sot po i hekim barabart me bashkëqytetarët tonë këto pasoja. Sa reale është mundësia që qeveria t'i marrë parasysh këto kërkesat të protestuesve, se kjo është ajo që intereson më së shumë të qytetarëve, a do t'jetë e mundshme realisht të rritet paga minimale? Absolutisht se ekziston realisht metoda ndryshme, e ka dhe hapësirë edhe në buxhet që kjo pak të rritet me forma ndryshme, krijimin e modeleve të ndryshme të funksionimit. Por a do të bëhet? Është vështirë. Sindikalistët, gjithsesi edhe protestuesit, duhet të janë shumë të vendosur, duhet të janë shumë stoik. Leadershipin e tyre ta kenë mjaft të qëndrueshëm dhe nuk duhet shlojnë pej. Ato protesta, ato ngritje zëri, duhet ta, për mendimin tim, ta radikalizojnë deri me në një farë forme. Ajo formë më demokratike do të ishte me grevurie. Kur them grevurie, në gjitha sektorët e mundshme, qoftë sektori privat, qoftë sektori publik, nuk vazhdohet më kësaj. Në qoftë se e humbin këtë momentum, dhe zëri tyre nuk dëgjohet deri tek institucionet relevante. Pse jo edhe te faktori ndërkombëtar? Besoni se nesërmja do të jetë shumë vonë. Situata është mjaft e komplikuar, situata është alarmante dhe duhet masa sa më parë urgjente që ti para vijet këtyre fenomeneve. Në qoftë se nuk i marrin këto masa, besoj se edhe shteti dhe qeveria do mundohet të arrijë një kompromis të vogël, afat shkurtër, për t'i qetësuar gjakrat edhe të bizneseve, kompanive të ndryshme, po edhe të sindikalistëve. Këtë edhe kanë paralajmëruar sindikalistët që këto protesta nëse nuk dëgjohen, atëherë do të kalojnë në grevë. Po sa të organizuara janë sindikatat për t'i mbajtur këto grevat afatgjata? Këtu është pak sa e vështirë, jo që kam ndonjë informat konkrete se si realisht ato funksionojnë, se si ata i menaxhojnë mbledhjet e tyre, tubimet e tyre, se si ata konkludojnë nevojat e tyre, po në të kaluarën kemi parë shembull të keq të leadershipit të tyre. Në atë moment që është ngritur zëri për t'i përfaqësuar ata punëtorë, ata sindikalist, ajo grupacioni që është krijuar për t'i përfaqësuar ato, është e para hall që ka dështuar, ka dezertuar për interesa grupore, klanore, individuale. Edhe besoj se edhe sindikalistët, edhe punëtorët e thjeshtë do të ndjehen të zhgënjyer pikë së pari dhe të friksuar. Sepse çdo mos e marr prej tyre për ta radikalizuar situatën, në të ardhmen do të ketë pasoja. Qoftë me largimin prej vendit të punës, qoftë edhe me ndonjë mos revansh politik drejt atij apo familjes së tij. Ky shtet, nëse ka funksionuar në drejtim të mirë, ka funksionuar vetëm me një aspekt, për ta shtirë në palc frikën tek qytetarët. Sot kur flasim për rajonin, e shohim një Kosovë e cila për një mis e bën gjithat katrahur në sistem. Kemi protesta të vazhdueshme, kemi shoqata civile që çdo ditë ngrisin zërin, çdo ditë ballafaqohen me qeverinë, çdo ditë funksionarët e tyre janë në ballafaqim, qoftë nëpër debate, qoftë nëpër studiet televizive me panelistët, pse jo edhe me njerëzit kompetent të këtyre dinamive. Të tek ne çka kemi? Tek ne kemi një moderator, një funksionar publik që ndoshta ka 10 vite që është në atë funksion dhe tregon për ndonjë vend
thuti se është duke folë për ndonjë vend Gjermani apo Franca apo ku ta di unë. Nuk e merr guximin del ballafaqohet me Kemi mungesë debatit. Kemi mungesë debatit. Kur ka mungesë debatit, atëherë çka them? Situata është terr. Është e mjegulluar. Asgjë nuk është e qartë. Edhe ju e keni bërë intervista ndryshme me popullin, me njerëz të ndryshëm, çdo ditë i keni ato kronikat e juaja, edhe ata nuk e dinë se çka është duke ndodhur. Situata është keq. Po si ka arrit këtu, si është zgjidhja, çka duhet kërkojnë, cilat janë masat, askush nuk i di. Kjo është për të ardhur keq, besomni. Cilat faktore bëjnë një protestë sindikale realisht të dëgjuar nga politika, nga qeveria jonë? Fatkeqësisht apo fatmirësisht, vetmi faktor që ndoshta është determinues që ky protestë të dëgjohet deri tek pushtetarët tanë, tek qeveria jonë, pse jo edhe tek kompanitë tonë, është fillimi me ndonjë grevë, qoftë urie apo qoftë bojkotit total të vendeve të punës, deri sa të arrihet një rezultat konkret i dëshirueshëm për të gjitha palët. Të gjitha masat tjera, të gjitha kompromiset tjera, të gjitha ato mekanizma tjera që ndoshta shteti do të mundohet në të ardhmen të imponojë edhe tek bizneset, edhe tek punëtorët, nuk besoj se do të ishte zgjidhje afagjate. Duhet që të trija palët sa më shpejt të ulen në një trues, të rumbullakët dhe të arrijnë një zgjidhje konkrete. Mos të dalin fare 24 orë, një javë po të duhet, një muaj, derisa të mirën vesh. Për ndryshe, kjo situatë do të përshkallëzohet edhe më keq. Nuk ka zgjidhje tjetër. O kërkesat e punëtorëve duhet të realizohen, o do të kemi kolaps të tërësishëm. Sa dëmton ekonominë imazhi një vendi ku institucionet vazhdimisht ballafaqohen me blokada nga tani sindikalistët, për shembull, kemi paralajmërime për bllokim të dyerve të kuvendit, bllokim të odës ekonomike, si ndikon kjo për ekonominë e vendit? Realisht, Republika e Maqedonisë së Veriut nuk ka imazh pozitiv, me apo pa këto protesta. Jo tash, ka vite që nuk e posedon këtë imazh. Dhe ndoshta kjo protestë e tyre, kjo ngritje zëri të këtyre sindikalistëve, me të drejtë, ndoshta është çështje mbitor për t'i treguar botës mbar, faktorin ndërkombëtar, aty evropian dhe gjithë të tjerëve se situata është e tmerrshme këtu tek ne. Unë nuk e di këto 5-6 vitet e fundit, ndoshta edhe më shumë ka, cilët janë ato investitorë të jashtëm që kanë menduar me një mend, me investime konkrete, me plan konkret, vinte dhe të investojnë në Maqedoninë e Veriut. Po nëse kanë investuar, ku janë ato raporte, ku janë ato investime, duhet i shohim ne. Po ka investime në rajonet shqiptare. Hajde dalim prej komunës Likovës e deri tek ajo e Strugës, të shohim vendbanimet shqiptare. A ka klim biznesore? A ka investitor duhur për ta rrit standardin? A ka produktivitet të atyre kompanive? Jo. Edhe njerë po potencial, imazhi i Maqedonisë është vetëse i dëmtuar. Maqedonia fatkeqësisht në bashkëpunim me leadershipin edhe shqiptar, edhe atë maqedon, ka arritur që të jetë një partner jo serioz drejt faktorit ndërkombëtar. Dhe çka po bën këto momente kjo ekonomie e brisht me këto institucione tërësisht thujse të shkatruara. Brenda muajit merr kredi prej bankës evropiane ose fondeve ndryshme. Në muajin tjetër e rikthen një kredi të marrë prej vitit 2020 apo 2019. Ne jemi në status quo. Ne çdo ditë jemi duke vendnumëruar. Institucionet tona, mos thar Zoti, të vinë ndonjë pandemi e dytë, apo ndonjë situatë e palakmueshme siç ndodhi mes Rusisë dhe Ukrainës. Besomni se nuk do të kesin institucione më në Maqedoni. E mirë do të ishte që t'i thrasim fuqitë të mëdha, na vinë ta kolonizojnë dhe t'i marrin institucionet në administrim. Qytetarët e kanë humbur sensin e mëparshëm nacionalistik, propagandistik, populist të këtyre liderëve që kanë mbijetuar në skenë. Qytetarët dëshirojnë rezultate konkrete, dëshirojnë mirëqenie ekonomike, dëshirojnë për fëmijët e tyre një të ardhmë sa më të mirë. Të gjitha këto nuk janë duke ndodhur. Fatkeqësisht. Dhe nëse
masat adekuate nuk miren, ikja të rinjve, jo vetëm të rinjve, po dhe të moshuar dhe do të filloje të ndodhë. Kemi ne edhe vende, si që është Bullgaria, edhe pse është në Bashkimin Evropian, është duke bushatisur më të madhe. Kemi edhe Rumaninë, po të njëjtën kohë. Dhe ajo ëndra jonë e të rinjve pikë pari, drejt aspiratave të Bashkimit Evropian, se gjoja me futjen e marsionisë neve do të na përmirësohet klima e tërësishme në për gjitha sferat, këtu tek ne të tjese e kotë. Edhe Bashkimi Evropian, me gjitha ato kapacitete financiare, infrastrukturore, e ku ta diune, kuadrovike, nuk do të mundet të na ndihmojë. Nuk mund të ndryshojnë në të rrezik. Absolutisht se po. Atë shumë janë të zhytur në korrupsion. Atë shumë këto institucione qelbin erë. Sa po të vi edhe ndonjë Einstein, o ku ta diune ndonjë njeri superior për të administruar këto institucione është e pamundshme. Faton, çfarë do ndodh me inflacionin nëse rroga minimale hipotetikisht do të rritet? Aty është pak probleme më i madh, edhe është pak më i si të them, ndoshta më i thellë, edhe ndoshta është vështirë për të dhënë një konkluzion. Se çka ka ndodhur këto viteve të fundit, është se rroga minimale, sigurt e mbani mend, po keni lexuar të dhëna, ka qenë në marsoni 9.000 denar. Po. Filloi me qeverisjen e LSDM-s dhe BDI-s në mënyrë të përshpejtuar, thuajse çdo një vit e gjysmë 2 vite të rritet. U bë 200 euro, 12.000 denar, pastaj shkoi në 15.000 denar, 18.000, 21.000, tash është 24.000. Mirë, por çka ndodhte paralelisht? Në qoftë se rroga rriteshte prej një shifre simbolike 20% apo 25%, në anën tjetër ne kishim shtrejtim të gjitha llojeve të jetesës sonë për gati 50%. Dhe ajo rritje e pagës nuk korrespondonte me çmimet aktuale në treg. Frika më e madhe edhe e imja, po besoj edhe gjithë ekonomistëve pak a shumë që e kanë parë këtë dukuri, është se nëse rritet paga në 600 euro, paga minimale, këndej çmimet, qoftë në aspektin ushqimor, qoftë në aspekte tjera, do dyfishohen ndoshta. Ajo është frika më e madhe se qytetarët do të kenë mjete shumë të konsiderueshme të hollave në xhep, po kur dalin në treg, ato nuk vlejnë para. Nëse në vitin 2020-2019 i ke pasur 1.000 denar, ke arritur ndoshta të blejsh apo të përmbushësh disa nevoja tuaja mjaft të duhura. Ndërsa sot 1.000 denar që është bërë nuk vlen asgjë. Ajo është më e keqja. Faton, të falenderoj shumë për kohën që ndave sot të ishe me ne. Falenderit edhe për juve. Shikues të nderuar, tani do t'ju lëmë një material që përshkruan pak më mirë situatën e krijuar nga sindikalistët dhe protestat që ato aktualisht po realizojnë, ndërsa unë nga këtu do t'ju përshëndes dhe ju uroj një ditë të mbar.